Shkoj të zoti Shala para se t'ikim në reklama, se tani pas këtij operacioni, të paktën pyetja ose shqetësimi që ngrenin të gjithë, përfshirë këtu pastaj deklaratat e sekretarit përgjithshëm të OKB-s edhe vendeve të tjera, është që Trump dhe Shtetet e Bashkuara kanë shkelur ligjin ndërkombëtar për kapjen e Maduros. Pra si mund të shkosh të kapësh, pavarësisht se të gjithë e din kush është Maduro, edhe problematikat e tij, të kapësh një president në detyrë të një vendi tjetër sovran, pa kaluar Kongresin Amerikan, pa miratimin e OKB-s e tjerë. Pra e ka shkelur Trump ligjin? Ka dy probleme. E para, ligjin ndërkombëtar është si ta interpretosh. Si ta interpretosh. Konkretisht, këta i referon kartës OKB-s, e cila në një nga nene thot ndalohet përdorimi i forcës apo kërcënimi për përdorimin e forcës dhe anullimi i përfitimeve nga përdorimi ilegal i forcës. Thot shprehimisht. Në këtë rast është përdor forcë. Është përdor forcë, po këto norma ndërkombëtare përcaktojnë për ashtu rastet kur është për vetëmbrojtje. Dhe këtu pastaj ajo që është bërë për duke paraqitur kërcënim për sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra duke paraqitur Maduron kërcënim dhe për këtë ata kanë informuar opinionin, i kanë bërë presion Maduros, kanë bërë hetime të thella. Një nga generalet i shefi shërbimit sekret në kohën e Venezuelës është përdorur si dëshmitar, i arrestuar në Francë, është ekstraduar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është përdorur si dëshmitar për linjat ndërkombëtare të trafikut të drogës që përdorte kjo elitë politike në Venezuelë. Ndërsa, në raport me politikën e brendshme edhe këtu me politikën e brendshme në Shtetet Bashkuara edhe këtu ka probleme. Para herë ka pasur protesta, jo aq masive sa mund priteshin që pse nuk është anashkaluar Kongresi. Dhe ai ka përdorur një shprehje që nuk do ta përdorte dikush, për shembull që thoshte unë nuk mund nxjerrin sekretin. Do të thonë era shumë shkurt. Pra, kjo tregon që pastaj niveli besueshmërisë ke anëtarët e Kongresit ka ata lënë për të dëshiruar. Gjithsesi ai do të ta kalonte momentin presidenti Trump dhe përdori këtë shprehje. Por në bazë asaj, pra ky e quhen operacion policor. Pra nuk është luftë, nuk I kemi shpall luftë Venezuelës. Sepse edhe po t'i shpallës luftë Venezuelës, ai ka autoritetin për ta shpallur luftën dhe brenda 30 deri në 90 ditëve, ai pastaj ose do tërhiqet ose Nuk e ka, me aktin e vitit 1193 nuk e ka. Është I 97-s e tij. Është hequr, 97-s, është hequr ajo drejt presidentit. Vazhdon ta ketë dhe s'ka ta ketë kur është hequr, kur ekziston akti u bërdeshi. Tash ti gjeje aktin e dritan tash unë akti është tash ti e pranove që është akti dhe po thotë akti është dhe pse se mori miratimin atëherë? Pse se mori miratimin? Po kemi të bëjmë me narcistë. Po tash unë nuk do narcisti ka marrë votat e 80% amerikanëve, tash më vjen keq tash. Ka marrë votat e 80% amerikanëve, ka votat 80% atyre që votuan se shqetësoj. Atyre që votuan pra. Po edhe nëse që ta vazhdoj unë. Që ta vazhdoj. Nëse ne po merremi me analizat gjeopolitike në politikën e brendshme as me këtë. Jo, po është e njëjta gjë. Dhe edhe në politikën e brendshme ai tashmë po e justifikon dhe kanë qenë këto argumenta dhe e ka justifikuar edhe brenda dhe jashtë. Po të shohësh pastaj reagimin ndërkombëtar, Franca dhe në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit, Franca dhe Anglia deklaruan që është shkelje drejta ndërkombëtare, po më mirë të merremi me atë që do vi, jo me këtë që kaloi. Zvicra I kishte bllokuar asetet, llogaritë bankare. Po. Por thelbi nuk është tash Maduro trafikant, thelbi kësaj është gjeopolitik. Është strategjia sigurisë kombëtare e fundit e proklamuar nga presidenti Trump, e cila thotë që për sundimin e Amerikës, për kontrollin plot të Amerikës në hemisferën perëndimore. Është ajo që përmenden edhe kolegët për doktrinën Monroe. Bile për humor ka dalë në shtyp kjo që e japin edhe gjysmën e emrit të Trumpit, domethënë Donald Monroe Donoroe. Domethënë dhe synimi edhe këtu kjo është E ka përvetësuar dhe doktrinën Monroe Trumpit. Kështu është qëllimi kryesor tashmë. Gjitha këto tjerat e pastaj janë dytësore, por janë justifikime të momentit. Kjo doktrinë, Trumpi është I vendosur ta zbatojë këtë. Dhe ai që kur erdhi në pushtet, ne na habitën deklaratat e para sepse askush nuk e mendonte. Ai përmendi Kanadan, përmendi Groenlandën, përmendi Panaman, përmendi gjitha. Pra është thelbi, ai nuk do të lejojë
nuk do të lejoj, ashtu si Monroe dikur, nuk do të lejoj asnjë fuqi tjetër, asnjë fuqi tjetër të ketë ndikim në oborrin e pasëm të Amerikës. Pse është keq interpretim Është goxha? keq interpretimi i Se pastaj doktrinës i bëjmë Monroe pjesën e dytë. totalisht. Nuk është ai kështu doktrina Monroe. Po të marrësh lexosh atë Në fakt ta analizë bënë edhe në mediat ndërkombëtare. Sot e gjithë ditën që i kam lexuar, doktrinën Monroe përmend. Doktrina Monroe ai kishte hallin për shtetet evropiane, se në atë kohë ishte kundërshtar me shtetet evropiane. Okej. Presidenti Monroe fjalimi i tij që mbajti në 10 orë të 1823-shit, atëherë që quajmë pastaj doktrina Monroe, përcakton qartësisht që i kërkon evropianëve, sa ishin vetëm fuqi që ju mos u përzjeni në hemisferën perëndimor dhe ne s'përzihemi në ato çështje tuaja koloniale, kudo qenë, por respektojmë çdo lloj vendi dhe sovranitetin e çdo lloj vendi që kërkon sovranitet nga ju ose ne po e sulmuat do të jetë njësoj sikur të sulmojmë neve. Dhe kjo tash totalisht interpretohet. Pra kemi të bëjmë një vend sovran të sulmuar. Në moment që ti çon ushtrinë, quhet si duash operacionin ndash quhet luftë, ndash policor, ndash ushtarak, në momentin që çon ushtrinë në një vend sovran, automatikisht i kesh pa luftë. Goxha,